realitet ngjan më shumë me projekte pa transparencë, pa kritere dhe me rrezik të madh për konflikte pronësie. Kur një projekt nuk ka kufi të qartë, nuk ka transparencë financiare dhe nuk ka kritere publike, atëherë hapet dera për atë që kjo qeveri di të bëjë më mirë: favorizime, grabitje pronash dhe klientelizëm. Ka një pyetje që askush nga qeveria nuk i përgjigjet. Si ka mundësi që fondet për Alpët dhe zhvillimin malor përfundojnë në zona bregdetare? Nëse projekti quhet Porta e Malëve e Alpëve, pse përfshihen territore që identitetin ekonomik e kanë te deti, turizmi bregdetar dhe tek fusha? Kjo bën projektin të duket jo si strategji zhvillimi, por si një hartë politike interesash. Këto paradokse nuk janë gabime teknike në fakt, janë mjegull politike. Sa më i paqartë projekti, aq më lehtë bëhet ndarja fondeve dhe privilegjeve për klientët e qeverisë. Dhe kur shteti nuk jep harta, kritere dhe as transparencë, njerëzit kanë të drejtë të dyshojnë se pas zhvillimit fshihet një operacion për kontroll territori. Kur flitet për Portën e Alpëve, për Lezhën dhe Shkodrën, askush nuk shpjegon sa fonde shkojnë te secili qark, cilat janë projektet konkrete, kush përfiton, me çfarë kriteresh. Në këtë vend edhe malet nuk ndjekun me natyren, ndjekun klientin. Kur zgjidhjet manipulohen, zgjedhjet manipulohen, ekonomia kontrollohet nga klientela dhe parlamenti trajtohet si dekor, atëherë sigurisht që Al Capone nuk është më figurë filmi. Është model qeverisjes dhe projekti i pakesë maleve dhe i Portës Alpët është njëri prej tyre. Unë do kisha dashur shumë për me e votu, dhe ndoshta edhe do e votoj, por unë jam e bindur se paret që ju i quani me emrin e bukur interesant Porta Alpëve do shkojnë rrush e kumlla. Faleminderit.